Ilir Meta, nga forumet e fundit të PPSH-s në presidencë dhe sot në burg. Një nga karrierat më të gjata dhe më të luhatshme të tranzicionit. Ilir Meta ishte aktiv në forumet rinore të PPSH-s në fund të viteve 80. Pas pluralizmit, u bë një nga figurat më të spikatura të politikës shqiptare. Në vitin 1999, u bë kryeministër, më pas kryetar kuvendi, më vonë presidenti i Republikës. Sot në burg, i akuzuar për korupcion. Karriera e tij ka kaluar në për aleanca të ndryshme politike, për plasje të forta dhe hetime në SPAK. Nga struktura rinore e sistemit të vjetër, në postin më të lartë të shtetit në sistemin e ri. A është kjo dëshmi e aftësisë për të përshtatur, apo prova se tranzicioni shqiptar u ndërtua nga të njëjtët aktorë me role të reja? Në politikën shqiptare, kufit mes epokave shpesh janë të paqartë dhe pyetja vazhdon të qëndrojë. Sa e re ishte realisht demokracia shqiptare? BF Media, historia që vazhdon të shkruhet.